Tashmë do të vazhdojmë edhe me pjesën e asaj çka ne konsiderojmë frymëzim të ditës, sepse do të jemi në këtë rast me Aliko Dangote, që ka arritur më së miri ta transformojë edhe të tjetërsojë gjithçka në të gjithë industrinë e tij. Ka lindur në një familje të pasur dhe e iniciuar kështu në të gjithë iniciativat e biznesit, sepse ajo çka trashëgonte ai në ato momente mund të kalonte dhe mund të bënte ndryshimin madhor në të gjithë vendin. Kjo ka qenë ajo çka e besonte në fillim dhe që vazhdoi më pas për të bërë diferencën dhe për të sjellë të gjithë suksesin në çdo vend. Ne po shikojmë tashmë edhe nga pamjet në monitor që rikra fabrikave më të mëdha dhe rikra një revolucioni që ka ditur më së miri që ta sjell në të gjithë Afrikën. Megjithatë që në moshën 8 vjeçare ai t'i pëlqente të blinte sheqer me shumicë dhe ta shiste në treg. Kjo ishte një nga indikatorët më të mirë që tregonte se pikërisht ky personazh do të ishte një nga ata me më shumë ndikim sa i përket pjesës së tregtisë, sepse të jesh në moshën 8 vjeçare dhe të mendosh që mund të blesh sheqer dhe ta shesësh kështu me pakicë me një shifër më të lartë dhe tregon patjetër atë çka ai është i predispozuar për të bërë në momentin që rritet. Megjithatë ai studioi në universitet në Kairo për treguar se sa shumë besonte te arsimimi dhe sa dëshironte ta ndryshonte botën pikërisht nëpërmjet kësaj qasje, ndaj ne arrim ta shikojmë edhe sot e kësaj dite të gjithë ndikimin dhe atë çka është munduar të ketë edhe në arsimim. Megjithatë që prej periudhave të ndryshme, të paktën kur mbaroi universitetin, ai u kthye në 1977 dhe bindi të xhain të jepte një hua prej pothuajse $3.000 të asaj kohe, që ishin të konsiderueshme dhe ishin një shifër mjaft e lartë. Arriti të binte atë investitorin e parë dhe të merrte huan prej $3.000 për të kthyer këtë në një biznes të jashtëzakonshëm që do të bënte diferencën në të gjithë tregun. Megjithatë, pikërisht pas këtij momenti ai arriti të krijonte disa nga platformat e tij të reja, sepse arriti të blinte lëndën bazë, duke konsideruar kështu sheqerin, orizin, cimenton dhe produkte të tjera ushqimore që ishin target për të krijuar edhe për të sjellë kështu atë çka dëshironte të kishte në treg. Kështu që rrjedhimisht ai vendosi themelet e para të perandorisë. Duket sikur në komente në rrjetet sociale fakti që ai vendosi të kishte orizin e tashmë edhe në traditat tona jemi mësuar ta kemi si bollëk, kështu që ai ishte paksa natyrë që besoi në këtë rast dhe mendoi se për të vendosur themelet e perandorisë ti duhet të kishte edhe pak bollëk në këtë aspekt. Megjithatë hapat e parë në ndërtimin e perandorisë së tij kanë qenë paksa më të vonshme, pra flasim për vitet 1980, ku ai filloi të kishte një lëvizje edhe më të gjerë dhe më të informuar sa i përket biznesit, sepse hapat e parë kishte marrë, shkollimin e kishte bërë dhe gjithashtu kishte filluar të konsideronte edhe tregun mjaftueshëm të fuqishëm për ta përballuar një individ si ai që të gjithë biznesin e tij e filloi që në moshën 8 vjeçare duke blerë dhe shitur sheqer. Megjithatë mund të flasim për margjina të ulta fitimi dhe volum të madh të shitjeve. Kjo është ajo çka e bëri diferencën, sepse për shumë jemi munduar dhe e kemi parë në të gjitha analizat që janë bërë edhe nga persona të biznesit që mundohen të kenë fitime shumë të shpejta mbase edhe shitje më të ngadalta. Por ajo çka duan të kenë fitimin pa bërë edhe pa pasur shumë kosto, por ai mendoi se ishte qasja e gabuar dhe prandaj vendosi të kundërtën në biznesin e tij. Ai dëshironte të kishte shumë shitje, dëshironte të ishte kudo tek njerëzit, pavarësisht kostove të ulta që ai vendoste të kishte për njerëzit në këtë rast dhe më pas të bënte diferencën në të gjithë tregun, ashtu siç edhe bëri. Ka pasur edhe kriza të mëdha të suksesit të tij, sepse mund të flasim për diferencime, mund të flasim për të gjitha triumfet që një personazh i tillë ka pasur, por sigurisht ka patur edhe sfida të shumta që e kanë shoqëruar, e kanë bërë edhe më të fortë dhe kanë bërë të jetë ai personi që bën diferencën në të gjithë tregun. Kështu që flasim për korrupsionin në Nigeri që arriti të krijonte disa problematika për zgjerimin e biznesit të tij. Ai ishte i bindur, por megjithatë në një industri të tillë dhe në momentin që dikush një sipërmarrës mundohet të ketë atë ndryshimin e madh, atë çka mund të sillte, patjetër që mund ta pengonte dhe mund bënte atë diferencën që nuk do i duhej në atë moment caktuar. Flasim për problemet infrastrukturore, ne mund të flasim për një arritje mjaft të madhe sa i përket biznesit të tij, por për aq kohë sa biznesi i tij ishte fizik dhe do duhej të transportonte mallra të ndryshëm, edhe problemet infrastrukturore do të krijonin një problem të madh për të. Edhe konkurenca nga importet më të lira përbëri një nga sfidat madhore të tij, por edhe këtë arriti ta tejkalonte më së miri. Gjithashtu flasim edhe për industritë ushqimore, për telekomunikacionin dhe për minjerën me energji të rinovueshme që ai vendosi të ishte një person që ndikonte që në krye të herës, që mundoi të ishte pjesë e kësaj industrie për të bërë diferencën dhe më pas të kthehej si një fitimtar ashtu siç edhe bëri. Unë besoj që për secilin prej nesh mund të jetë një farë indicje e vogël, mund të konsiderojmë kështu ato kujtimet e para të fëmijërisë, çfarë mund të kemi bërë dhe si mund ta kemi definuar ne të ardhmen tonë. Në këtë rast kemi Dangote që
qëndron kështu si një person që ka treguar më së miri në moshën 8 vjeçare se çfarë do të jetë kur të rritet, dhe patjetër që gjithë secili prej nesh mund gjej kështu në kujtimet e hershme atë çka mund të ketë tentuar ta bëjë në fëmijëri që e ka parë më pas si një nga gjërat më të mira për të bërë, dhe mendoj që janë me fat ata që arrin të kuptojnë mjaft herët se çfarë dëshirojnë të bëjnë në jetë e më pas të vazhdojnë edhe të këmbgulin fort për të arritur të gjitha qëllimet që kanë, për të bërë kështu të gjitha golat e jetës ashtu siç duhet, një pas një.